Dy incidente të ndara ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës janë raportuar në raportin 24 orësh. Sipas policisë së Kosovës, në Prizren të mërkurën rreth orës 19 është arrestuar një i dyshuar kosovar pasi ka kanosur dhe penguar një polis në kryerje të detyrës zyrtare. Incidenti sipas raportit ka ndodhur në momentin kur zyrtari policor ishte duke i shqiptuar një etiket për kundërvajtje vëllaut të dyshuarit. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt. Ndërkaq në një rast të tjetër, po ashtu të raportuar në orën 19 të së njëjtës ditë, në autostradën e Suarekës, një polic i jashtë detyrës është sulmuar fizikisht nga një person i dyshuar. Viktima mashkull kosovar, zyrtar policor, i cili ishte jashtë detyrës zyrtare dhe ishte duke lëvizur në autoudhë, ka hasur në 2 mjete të ndaluara në shiritin rrugor në autoudhë. Viktima është ndaluar dhe ka biseduar me vozitësin për arsyeën e ndaljes, ku i njëjti ka kërkuar që të marrin masa për siguri për shkak të kushteve atmosferike mjekullës, pasi mund të shkaktohet ndonjë aksident. Pas bisedës me ta, i dyshuari e ka sulmuar fizikisht viktimën. Viktima ka pranuar tretman mjekësor në QKMF Suarek, njofton policia në raport. Ndërkaq i dyshuari është larguar nga vendi i ngjarjes teksa njësitë policore janë në kërkim të tij.